Duke folur krahas kryeministrit irlandez Michael Martin në zyrën ovale të Trump, tha se kishte marrë mesazhe pozitive për një armëpushim të mundshëm, por një mesazh pozitiv nuk nënkupton asgjë. Kjo është një situatë serioze, deklaroi kreu i Shtëpisë së Bardhë. Ai nuk saktësoi se cilët zyrtar amerikan po udhëtonin drejt Moskës, por sekretarja për shtyp Karoline Leavitt tha se këshilltari për siguri kombëtare Mike Waltz ishte biseduar me homologun e tij rus. Lajmi vjen pasi zyrtarët Ukrainas u pajtuan për një armëpushim 30 ditor në takimin me zyrtarët amerikanë në Arabinë Saudite. Më herët sekretari i shtetit në SBA Marco Rubio tha se topi është në fushën e Rusisë dhe se SBA-t besojnë se mënyra e vetme për të dhënë fund luftimeve është përmes bisedimeve të paqes. Vizita e delegacionit amerikan në Moskë vjen pasi Kremlini pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin e kishte vizituar rajonin rus të Kurskut, një pjesë e cilit ka qenë në kontrollin e forcave ukrainase, që nga sulmi i befasishëm i tyre në gushtin e vitit të kaluar. Pas takimit të delegacioneve ukrainase dhe amerikane në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite të martën, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se tani i përket SBA-s që ta bindë Rusinë për të pajtuar me propozimin në fjalë. Kremlini ka thënë se është duke analizuar marrëveshjen e mundshme të armëpushimit dhe se mund të zhvillohet një bisedë telefonike mes presidentëve Trump dhe Putin.